Po pra ekonomist jam. Po edhe. Po duke qenë se nuk e ndekalizu me kohë, prostitucioni ose punojtat e seksit, po shkaktojnë hemorragji ekonomike në Shqipëri, e ke parasysh? Ç'është kjo hemorragji ekonomike? Ikën legu jashtë. Ikën legu jashtë pra. A ka thonë për shembull, dalin direkte. Ka thonë Rama që janë 10 milion turista në vit që vinë në Shqipëri? Po, janë 2 milion me statistika janë punonjëse seksi, punëtorë seksi. Më mos e fut kas. Ku i gjetë 2 miliona po nga? Po pra tamam. Po 2 milion ka thënë ato, më pyetën më kur i shkujtën ato. Si ka bënë ato, unë shoh shifrat, statistikat. Po mirë, dhe pastaj tash janë këto nga Tajlanda, nga Ukraina, nga ku dëgjon, nga Bullgaria, nga Rumania, nga këto. Lekët që të bojnë ato, e zëmë kanë 3 javë punë muj. Si 3 javë, valla? Po se i javë dhe ka bo, janë me ato, se ka bo zotis, më pyti muj, kur boni termën. E pra, janë këshu, javë, nese. Se ka të nërjon braçe do t'jem pushim, Po pra, e zëmë, 3 javë të punojnë. 8 orash, supozohet edhe i orë kanë pushim, do të qodhen e qikë, 7 orash. Ka i orë, 1 klient, 7 klient në ditë. Ka i 100 euro. Se 100 euro është? Po 100 euro se s'mpyetën mua të kur vun çmimin. A çka thon? 100 euro ka thonë. O mirë, zem 100 euro, ha? Atëherë, 7 klientë në ditë. Ka 100 euro, 700 euro. Er 2 milion punojëse seksi. Aha, 120 milion euro, sa i bie? Po pra, i bie goxha, se s'kam bëllë llogaritë se s'bita tabela. Gjithë ky lek shkon jashtë shtetit. Pse nuk duhet investohet tu? Po, mire ka. Për shembull, a kanë dalë si me statistikave me shifra, 50.000 apartamente bosh në Tiranë, deklaruame. Po. A qana? Pa e qenë se shu kanë thonë ato, s'kam pyet mu kur i kanë ndërtu. Po pra, se... S'kam thonë mu ato. Do ta di presorja për sa i është nese, aha? Po pra, edhe këto 50.000 apartamentet, janë ca ke Bryli, ca ke Pasishanto, një këne, një ke se një. Po, janë ndërshpërndara në Tiranën, po. Le të bëhen si shtëpi publike. Si e. Që ne shfrytëzohet, kështu rritet në ekonomia për lagjen dhe për komunitetin. Jo, po ajo duhet të jetë centralizuar në një vend si zonë tani, jo në çdo vend të lagjes tani. Ke disa apartamente në një zonë. Po centralizuar është tash. Po kur legalizohet për gjithë. Që të ketë çdo lagje të ketë siç ketë market, farmaci, gjithë të kesh dhe shtëpi publike. Ke shtëpi publike, po fiksa. Se kjo vjen reaksion zinxhir. Rritet ekonomia për shembull ke marangozët, do rritet shumë fluksi punës. Pse? Do rregullojmë kom të krevateve. Të tunët gjonet. Ato të farmacit do kenë rritje punë shumë. Po. Ato të letrave të lagë me të shesin vu. Do mandë të kremet në vu, se i kam bënë ato. Jo, rregull është. Boja xhin kanë për të ly. Kush ma? Boja xhin pra se do bëhet pis muret, se tash. Si ka po zoti me shënjestër. S'pyeti mua kur boni atë. Po tjetër kush do ketë rritje? Gjithë do kenë me farmacita thash. Do kenë vjen mas ti. Edhe furrat e bukës, ato as bukë të kesh takat. Po, dhe furrat e bukës. Do energjia vur? Edhe këto të vojt ullinit do kenë. Edhe ato që kultivojnë arrat do kenë. Po vojt ullinit pse? Po s'mpyetën mua ato kur e bën që voj ullinit niko për mirë. Se di shon. Po arrat çani dhe kishin. Arrat po me mjaltin, edhe bletëve do t'ju rritet puna, se do bëjnë më shumë mjalt, se do kërkojnë më shumë tregu. Se kështu ka thonë, reakcione kimike edhe to. O, zot, jo, gjë mirë që Po pra fiks për zotin, inshallah po hapen, o profesor. Po pra ne pra të bëhet, ta çojnë se na lën hemorragjin ekonomike, që mos dalin lekët jashtë. Ti investoj se me ato lekë fare mirë, kur taksohen, tatohen, mund të ndërtohet i shkollë, mund bëhet i rrugë, mund të hapet i qerdhe, i kopë për këtë moj. Imagjino, se thoshin këtë rrugë e ka bërë Sali Berisha, këtë rrugë e ka bërë këtë tunel Edi Rama. Po pra, kjo do bëhet me punonjësit e seksit. Tamam, bordeloja e Selvis për shembull. Se do jetë ai kështu ose rrugës Bardyl. Bordeloja e Stirit. Nuk e di ku do të japin se s'ka pyet mua ato kur tash. Kur ta bëjnë ligjin. Ç'të them? Po pra fiks tamam, profesor. Ore i ke bër ato të sakta për zotin, inshallah po bëjnë këto bordellot. Inshallah. Ato po të kishin pyet mua, kishin bëjë sot, po s'kan pyet mua. Po pyet ti. Ne diskutojnë aty në parlament, ç'të bëjmë? Miro, profe, mirë. Po profe, rrofsh, je i madh. Për zotin nuk e di. Ore se ka. S'ka një mbje keq. Për kokë ti më kot s'kam mësuar ekonomi unë atëherë. Ore ne kot do ishim për të pasur deri tani. Për zotin kisha hapur një bordello. Ja, do hapjem më. Nëse. Pyetë mua ti atëherë kur bëni për shkollë të lartë, vazhdoi për aktrin. Kisha pyet mua se vazhdoi ekonomikun. Do ta kisha pyetur. Pyet mua ti. Miro, prove, hajde. Nata, prove. Hajde, Hajde,